Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lën në qeli kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Apeli la sot në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryebashkiak, edhe pse ky i fundit e kërkoi lirimin nga qelia në këmbim të garancisë pasurore. Kjo kërkesë u hodh poshtë nga apeli i posaçëm. Veliaj ndodhet në paraburgimin e Durrësit që prej datës 10 shkurt të këtij viti pasi po hetohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 9 episode dhe pastrim parash. Ndërkohë kryebashkiaku i Tiranës ka dërguar rekurs edhe në gjykatën e lartë kundër masës së sigurisë arrest me burg, por ende nuk është saktuar data e shqyrtimit apo trupa gjykuese që do të prodhoj vendimarrjen mbi këtë kërkesë. Veliaj nuk ishte personalisht në seancën e sotme të apelit posaçëm, por përfaqësoi vetëm nga avokatët e tij. Ndërkohë kujtojmë se ditën e sotme në ambientet e prokurorisë së posaçme u paraqit edhe bashkëshortja e tij në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje. Ishte prehur keq se do të dilte tani nga qelia, të paktën kështu paralajmëroi avokati i tij, por presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta do të vazhdojë të rrihet për shumë gjatë në burg. Kjo nisur edhe nga procesi i hetimeve pasi SPAK ka vendosur që të shtyjë këtë të fundit edhe me 6 muaj të tjerë. Zgjatja me 6 muaj e afateve hetimore për Ilir Metën bëhet nga SPAK me argumentin se priten prova të reja. Ilir Meta po hetohet për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për aferën Çesdia. Mirpo avokati i tij, Kujtim Cakrani, e konsideroi të panevojshme zgjatjen e hetimeve dhe akuzon SPAK-un si prokurori politike. Ai thotë se kërkesa e prokurorisë posaçme për shtyrjen e afateve hetimore vjen në një kohë kur priste që klienti i tij të lirohej nga paraburgimi, ku ndodhet që prej tetorit 2024, sipas avokatit Cakrani, SPAK i ka tejkaluar të gjitha afatet në rastin e ish-presidentit Ilir Meta. Ai paralajmëron se këtë çështje do ta çojë në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg, duke kundërshtuar qëndrimin e Ilir Metës në burg, sipas tij pa prova, si edhe mënyrën e arrestimit që do të dërgohet po ashtu në gjykatën europiane për të drejtat e njerëzit. Sali Berisha doli sot në konferencë për shtyp nga Selia Blu, ku vazhdoi denoncimin e asaj që ai e quan farsë elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Berisha publikoi sot një video të shkurtër, vetëm pak sekonda, ku siç pretendon ai, duken disa patronazhistë të Partisë Socialiste që blejnë vota në Babru. Në fakt, në këtë video shumë të shkurtër duken 2 gra dhe një burr që mbajnë në dorë lista dhe largohen nga dera e një shtëpie për të hipur në makinën e tyre. Gruaja që i filmon dëgohet të thotë vazhdoni blini vota, ndërsa një nga personat e filmuar i përgjigjet ne kemi punën tona. Megjithatë, kjo video është shumë relative dhe nuk mund të përcaktohet qartë. Këtë gjë mund ta bëjmë vetëm organet kompetente të hetimit. Mirpo për Berishën, personazhet në video janë të identifikuar plotësisht, janë eksponentë të thekur të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, sot Berisha u pyet nga gazetarët se çfarë pritshmërish ka ai për rinumërimin e votave në disa qarqe të vendit, sepse pyetja $1 milion është a do të pësojë ndryshim rezultati. Mirpo Berisha është i vetëdijshëm se kjo e fundit nuk do të ndodhë. Ai thotë se ky proces ka të bëjë vetëm me transparencën. Të jemi sinqert, ky proces ka të bëjë vetëm me atë që quhet transparencë. Asnjë shtytje tjetër nuk ekziston. Çdo njeri që ka kërkuar për të numëruar këtu në parti është pranuar kërkesa. Madje është kërkuar që të kërkojë rinumërim votash. Çdo njeri që ka pasur dyshime është kërkuar që të kërkojë rinumërimin e votave. Kush ka dyshime, le ta kërkojë. Transparenca është detyrim ndaj gjithë secilit dhe është mënyra më e mirë për t'u përgjigjur çdo lloj dyshimi. Ata kanë të drejtë ta kërkojnë, thot Berisha. Mirpo këtu gënjen pak. Jo për gjë, po ishte Partia Demokratike dhe vetë ai që i bllokuan kandidatët në fillim të kërkonin rinumërimin e votave, sepse siç e përcakton ligji, kërkesën duhet ta bëjë vetë partia dhe kjo e fundit me urdhrin e Berishës nuk po e bënte. Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve vendos rinumërimin e të gjitha kutive të votimit edhe në qarkun e Fierit. Vendimi u mor sot pas kërkesës së 2 anëtarëve të Partisë Demokratike. Rinumërimi do të përfshijë si votat për partitë politike ashtu edhe për kandidatët në qarkun e Fierit. Vendimi u mor nga 2 anëtarët, Ledio Brau dhe Elvis Çefa. Fieri është kështu qarku i dytë pas Tiranës, ku do të rinumërohen votat e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kujtojmë se në qarkun e Fierit Partia Socialiste kryeson bindshëm ndaj Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj. Socialistët sigurojnë aty 12 mandate duke i marrë Partisë Demokratike krahasuar me 2021-shin, ndërsa rezultati thellë për Partinë Socialiste vjen dhe nga vota e diasporës në këtë qark. Ndërkohë, koalicioni i Partisë Demokratike aty ka marrë 25.45% të votave, që përkthehet në 4 mandate nga 7 që kishin më herët. Mbetet për tu parë se çfarë do të prodhojë ky rinumërim. Megjithatë, një gjë është e sigurt se rezultati nuk ka për të ndryshuar, të paktën për Partinë Demokratike. Pas vendimit të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve për rinumërimin e rreth 40% të kutive të votimit në të gjithë vendin, reagon ashpërisht deputeti demokrat Muslim Urrizi, kandidati i 11 majit, që ishte shumë pranë fitores dhe mbetet për tu parë nëse do të hyjë dot në parlament në shtator apo jo. Në reagimin e sotëm, Urrizi akuzon drejtuesit e reformës zgjedhore të Partisë Demokratike për mosbesim ndaj strukturave të vetë partisë edhe për bashkëpunim të heshtur me administratën e Celibashit. Ai nuk kursehet ndaj Bylykbashit dhe Bardhit, duke i akuzuar këta
dy të fundit për manipulime dhe për çmim ndaj votuesve demokrat. Kur i besoni më shumë administratës zgjedhore të KQZ-së Celibashis se sa komisionerëve dhe numëruesve tuaj të PD-s, pse nuk u dakordsuat me rekomandimet 10-vjeçare të OSBE-Odirit për të pasur administratë zgjedhore dhe komisioner politik nga PD, PS, LSI, sa për kodin zgjedhor bastard që mbyll 90% të garës për fituesve, nga 50 deputet mbyllen 46, e di mirë që e bët për tuajt për dredhur, nga që keni frikë si djalli nga uji i bekuar të shkoni tek vota e qytetarit. Në çdo palë zgjedhje nuk linin pa shpikur modelin më të ndyrë për një karrige të kalbur në parlament. Po demokratët çfarë faji kanë që të durojnë mosbesimin dhe mosvlerësimin tuaj? Përfundon Morrizi. Edi Rama vetëm 2 javë pas zgjedhjeve të 11 majit nisi skemën e shpërblimit të patronazhistëve përmes vendeve të reja të punës në administratën shtetërore. Me një vendim të qeverisë të datës 4 qershor 2025, ai miratoi një projekt të paraqitur si programi kombëtar i praktikave të punës në administratën shtetërore, i cili në realitet është një mekanizëm klientelist për të futur njerëzit e partisë në shtet, duke filluar nga një korrikum mbi 600 të rinj të moshave 21 dhe 29 vjeç do të nisin një praktikë tremujore në institucionet qendrore dhe lokale të qeverisë. Nga këta 450 do të përzgjidhen për të punësuar me kontrata një vjeçare, por që sipas praktikës së ndjekur më parë nga Rama do të shndrohen në kontrata të përhershme. Vendimi parashikon 250 punësime në administratën qendrore dhe 200 në institucione të tjera shtetërore, ndërsa përzgjedhja e tyre do të bëhet nga komisione të brendshme të drejtuara nga titullarët e institucioneve. Megjithatë, gjithçka do të kalojë nga filtri i Ramës, i cili ka urdhëruar që listat përfundimtare të përfituesve të vinë nga patronazhistët që kanë kontribuar në zgjedhje, drejt për drejt ose përmes familjarëve të tyre. Ministri Apërinin dhe fëmijët Bura Muzhaçi do të jetë figura formale drejtuese e këtij programi, por drejtimi real është në duart e kryeministrit dhe stafit të tij të ngushtë. Përveç kësaj do të paguhen edhe 60 persona të tjerë si mbikëqyrës të praktikantëve, të cilët do të marrin bonuse shtesë nëse janë zyrtar aktual apo të emëruar me vendim politik. Ky veprim bie ndesh me një nga kushtet thelbësore të kapitullit të negociatave me Bashkimin Evropian që ka të bëjë me racionalizimin dhe zvogëlimin e administratës shtetërore. Konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore. Kjo është nisme e gjykatës së lartë të Shqipërisë në bashkëpunim me CEELI Institute të pranishëm presidenti Bajram Begaj, ministri i drejtësisë Ulsi Manja, si edhe mbi 20 kryetarë dhe gjyqtarë të lartë nga Europa Qendrore dhe Lindore. Fjalën hapse të kësaj konference e mbajti kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Ai theksoi përpara të pranishmëve se kjo konferencë po mbahet pikërisht në kohën kur gjyqësori po përballet me sfida, ndaj rëndësia e dialogut ndërgjyqësor është edhe më e madhe në këtë kohë. Mesazhi kryesor i kësaj tryeze sipas tij është që drejtësia e vërtet lind dhe zhvillohet në frymën e bashkëpunimit për kushtimin ndaj ligjit dhe respektimit të dinjitetit të çdo individi. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe presidenti i vendit Bajram Begaj. Ky fundit theksoi se Shqipëria po ndërmerr hapa të shpejt për antarësimin në Bashkimin Evropian, gjë që kërkon angazhimin maksimal të gjyqësorit. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parimet themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Në një shtet të së drejtës, sigurimi i aksesit të plotë, të lirë dhe të barabartë të qytetarëve në drejtësi mbetet thelbësor në mënyrë që drejtësia të mos jetë një privilegj, por e drejtë e gjithkujt, theksoi presidenti Begaj. Ish kryebashkiaku socialisti Kavajës Elvis Roshi u paraqit sot së bashku me avokatin e tij në ambientet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Ish kryebashkiaku të Kavajës Elvis Roshi u sekuestrua aparati celular nga prokuroria e posaçme si pjesë e hetimeve për krime të mundshme zgjedhore. Megjithatë, paraqitja e sotme në prokurorinë e posaçme duket se nuk ka të bëjë me këtë rast. Dyshohet se Elvis Roshi është marrë zyrtarisht i pandehur për çështje që lidhet me kohën kur ka ushtruar detyrën e kryebashkiakut në Kavaj. Nga burime jo zyrtare, thuhet se sot atij është komunikuar zyrtarisht akuza për shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për hetime që kanë zbuluar dyshimet arsyeshme se Roshi ka abuzuar me 2 tender në vlerën e 33 milion eurove. Çështje kjo e kallëzuar nga kontrolli i lartë i shtetit, që fillimisht ka nisur në gjykatën e Durrësit, por më pas kjo e fundit shpalli mos kompetencë. Gjykata e Tiranës dënon me 55 vite burg 2 autorët e vrasjes së biznesmenit Edmond Papa. Ngjarja e ndodhur më 16 dhjetor 2022 në zonën e Selitës në Tiranë. Gjykata ka dënuar me 30 vite burg Andreu Bode, ekzekutorin e biznesmenit Papa, pasi akuzohet për veprat penale vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe mbajtje armëve pa leje, ndërsa 30 vjeçari Alban Velo u dënua me 25 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim. Dy të pandehurit do të kryejnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë për shkak të rrezikshmërisë që ata paraqesin. Shifrat tronditëse kanë prodhuar aksidentet vetëm në muajin maj. Një bilanc i vërtet lufte është regjistruar këtë muaj me 20 viktima në 145 aksidente gjithsej. Kjo shifër do të thotë se thuajse çdo ditë ka humbur jetën një person gjatë këtij muaji. Në shumicën e këtyre aksidenteve shkak kanë qenë shkelje të rënda të kodit rrugor, ku më rrezikshmja është tejkalimi i shpejtësisë, dhe për këtë janë aplikuar 12.000 gjoba. Vetëm në muajin maj janë evidentuar 180 raste ku policia u ka hequr lejet e drejtimit shkelësve, nga të cilët
cilët 140 kanë përfunduar edhe në pranga pasi përveç shpejtësisë te normave të lejuara janë konstatuar edhe në efektin e alkoolit. Të dhënat e Instat tregojnë se në 4 muajt e parë të vitit 2025 aksidentet rrugore kanë rënë me 17% në krahasim me të njëjtin periudhë të një viti më parë, ku rezultonti janë shënuar 87 aksidente më pak. Megjithatë, bilanci i muajit maj që sapo kaluam i ngjason një lufte. Zgjedhjet nuk kontestohen vetëm në politikë. Edhe të urdhri psikologëve, mes vetë psikologëve që duket se ka nevojë për psikolog. Pak ditë më parë u mbajtën zgjedhjet në këtë institucion, ku edhe pse mes një situate të tensionuar, 2 kandidatet zyrtare në garë ishin Brunilda Laboviti dhe Elona Mustafaraj, dhe shumicën e votave e mori kandidatja e parë me 238 të tilla nga 451 gjysej. Mustafaraj mori vetëm 140 vota, ndërsa 73 vota rezultuan të pavlefshme. Mirë, pas fitores së zgjedhjeve, Brunilda Laboviti shkoi sot për të marrë por zyra nuk ju lirua nga Valbona Treska para arsye e saj. Kjo e fundit vazhdon të qëndrojë në krye të urdhrit të psikologut. Treska nuk ka pranuar që të lirojë zyrën pasi pretendon se duhet pres ankimin për procesin e zgjedhjeve. Pas përplasjeve mes tyre, Brunilda Laboviti telefonoi policin dhe i kërkoi ndihmë që të largonte me forcë nga zyra Valbona Treskën. Se si do t'i vej halli kësaj pune nuk dihet. Nga Kosova nuk po del kur tymi bardh. Vendi ka 6 muaj pa institucione të dala nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Sot dështoi edhe tentativa e 29 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Asnjë palë nuk tërhiqet si vetvendosje për kandidaturën e saj Albulena Haxhiu si kryeparlamentare, ashtu edhe opozita, që e sheh atë si figurë përçarse. Pas dështimit të tentativës së sotme, deputetja Donika Gërvalla kritikoi përpjekjet e fundit për konstituimin e Kuvendit. Ajo i quan këtë si një përsëritje pa kuptim të një blokade po pa kuptim. Ajo i kërkon partive opozitare që të heqin dorë nga strategjia destruktive dhe të marrin përgjegjësi për votën që u dhan qytetarët më në 9 shkurt. Sipas saj, shkelja çdo 48 orë e vendimit të gjykatës kushtetuese është e papranueshme. Ajo propozon votën e fshehtë si një mjet thelbësor të demokracisë për të arritur konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit të këtij të fundit. Sipas Gërvallës, opozita nuk po kërkon zgjedhje të reja dhe nuk po e sfidon kryeministrin në detyrë Albin Kurti për formimin e qeverisë së re. Gjenocidi i heshtur në Gaz vazhdon. Së fundmi forcat izraelite kanë ndërhyrë edhe në anijen humanitare Medlin, e cila ishte nisur drejt rrypit të Gazës me qëllim dorëzimin e ndihmave për popullatën civile. Në bordin e kësaj anije ndodheshin 12 aktivistë të drejtave të njeriut, mes tyre edhe Greta Thunberg. Në një reagim zyrtar, thuhet se vullnetarët që ndodheshin në këtë anije janë rrëmbyer nga ushtria izraelite. Koalicioni i Flotiljes së Lirisë në deklaratën e tij zyrtare u bën thirrje qeverive të vendeve përkatëse të ndërhyjnë për të garantuar sigurinë e shtetasve të tyre që kanë qenë pjesë e këtij ekipi vullnetarësh. Mirëpo thuhet se në bordin e kësaj anije kanë qenë aktivistë nga disa shtete, përfshirë edhe eurodeputeten franceze Rima Hassan, gazetarin Omar Fayyad dhe aktivisten suedeze për klimën Greta Thunberg. Mirëpo autoritetet izraelite ende nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare mbi ndërhyrjen dhe fatin e aktivistëve, ndërsa ky mision humanitar kishte për qëllim dorëzimin e ndihmave për civilët palestinezë që përballen me krizë të thellë humanitare dhe uri ekstreme si pasojë e blokadës në Gaza. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte apelon sot vendet anëtare të aleancës që të rrisin me 400% kapacitetet ajrore për shkak të rrezikut që kanoset nga Rusia. Nuk mjafton të vazhdojmë si deri më tani, duhet bëjmë një hap të madh përpara në mbrojtjen tonë të përbashkët. Rreziku nuk do të zhduket edhe pas përfundimit të luftës në Ukrainë, thotë ai. Rutte paralajmëron se për të ruajtur një kapacitet mbrojtës të besueshëm, NATO ka nevojë për shumë fishim të mjeteve ajrore dhe sistemeve kundërraketore, në një kohë kur kërcënimi nga sulmet ajrore po rritet ndjeshëm. Në prag të samitit të NATO-s që mbahet në Hag në datat 24 dhe 25 qershor, Rutte propozoi që vendet anëtare të angazhohen për një plan të rinvestimesh në mbrojtje në nivelin 5% të prodhimit brendshëm bruto. Ndërkohë, pas kësaj thirrje vjen edhe kërcënimi i radhës nga kreu i Kremlinit Vladimir Putin. Ai thotë se plani i NATO-s për mbrojtjen ajrore do t'i kushtojë shumë Europës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov thekson se Rusia është e gatshme të respektojë marrëveshjet me Ukrainën për një shkëmbim të rit burgosërisht të luftës dhe riadvesimin e ushtarëve të rënë. Protestat kundër bestisjes së emigrantëve në Los Angeles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në ditën e tretë të tyre. Pamjet që vinë prej andej ngjasojnë një terren i lufte. Policia e qelloi me municion për të shpërndar protestuesit, pasi qendra e qytetit është shpallur prej tyre zonë paligjshme tubimi. Mirëpo pjesa më e madhe e protestuesve bllokuan trafikun në autostradë dhe u desh ndërhyja me forcë policisë për të zhbllokuar autostradën. Situata sa vjen përshkallëzohet, ndërsa disa automjete janë djegur dhe janë kryer akte të
të shumta plaçkitje, ndërkohë që ka shumë persona të plagosur, mes tyre edhe ekipe xhirimit të mediave, një gazetare dhe një operator janë goditur me plumb gome gjatë raportimit të tyre. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom është përgjigjur kërcënimit për arrestim nga një antar i kabinetit të Trump. Cari kufitari i Trumpit po më kërcënon të më arrestoj sepse flas hapur e janë dhe më kapni o djali fort, nuk më intereson fare, kjo nuk do të më ndaloj të mbroj Kaliforninë, thaj. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër përmes një deklarate të shkurtër duke thënë se situata në Los Angeles duket shumë e keqe, sillni trupat. Trump ka urdhëruar dislokimin e gardës kombëtare në qytet. Veprim ky që është ndërmarrë prej tij pavarësisht reagimeve të shumta.